Xhaminë në diasporë nuk janë vetëm faltore, por janë institucione të cilat përmbushin nevojat e shqiptarëve. Natyrisht është ndjenjë e cila nuk përshkruhet me fjalë sepse jemi në një ceremoni të rëndësisë së veçantë. Pra në gurthemelin e kësaj qendre islame që do të ndërtohet këtu në Itali. Dhe natyrisht unë kam potencuar vazhdimisht se xhaminë në diasporë nuk janë vetëm faltore, por janë institucione të cilat përmbushin nevojat e shqiptarëve, po edhe të tjerëve nga të gjitha fushat. Kështu që faleminderit edhe për ftesën, ishte kënaqësi që sot në mesin e përfaqësuesve të bashkive islame nga të gjitha trojët shqiptarët nga diaspora, jemi bashkarisht këtu në gurthemelin e kësaj qendre. Faleminderit për ftesën dhe urojmë që sa më shpejt inshallah të kryhen edhe punimet dhe të presim edhe shëritjen e kësaj qendre dhe të shfrytëzohet për ato që janë të nevojshme për komunitetin. Ki pash të emocionuar gjithë kur po bënin tekbiret, mesin e këtyre xhallarëve, është ndjenja veçantë apo? Natyrisht, më thënë është puna të cilën pejgamberi alayhis salam e ka kryer gjatë rrugës pamrrinë në Medinë. Pastaj hapat e para që i ka bënë në Medinë ka qenë ndërtimi i xhamisë dhe kjo është ajo që e jep kuptimin. Prandaj çdo kund ku ka musliman dhe nuk ka xhami është dobësi. Tash xhamit tona kanë qenë klasike. Unë jam i kënaqur që tash në Itali po ndërtohen qendra moderne. Ne para disa muajve ishim në Parma, një objekt fenomenal dhe tash e pam edhe projektin tuaj është me të vërtet fenomenal dhe urojmë që sa më shpejt të kryhen këto dhe ju Allah ju shpërbleft.